Sa po mora vesh që është proceduar penalisht dhe ndiqet në gjendje të lirë, miku im Shpend Gashi dhe të gjithë grupi që kanë qëndruar tek shkallët e kryeministrisë mbrëm në darkë deri sot në mëngjes. I procedon në gjendje të lirë sigurisht sepse po t'i fusje në burg, i bie që dashur pa dashur të bëje një tjetër autogol mbas atij që bëre me Ballën dhe t'i bëje në një farë mënyrë Mandela këta protestuesit, të cilët i quan të pak në numër, por që çuditërisht të bllokojnë gjithë hapësirën tënde publike. Të tënden them sepse tashmë gjithçka është e jotja, ashtu siç mendonte edhe doktori dikur, se të dy jeni si personazhet e fabulave të Andersenit. Ju akoma se keni kuptuar që jeni lakuriq, që keni aprovuar disa ligje të cilat s'duhet i kishit aprovuar dhe të firmosura e të dekretuara nga i presidenti i cili është inekzistent sepse nuk është i zgjedhur, ashtu si dhe deputetët tuaj nga populli, por nga listat tuaja, që në rastin më të mirë kanë PhD në ignorancë dhe në rastin më të keq janë disa djem dhe vajza ndoshta inteligjent të fshehur diku aty, të cilët do t'i vi momenti që do sakrifikohen për ty siç ke bërë dhe me të tjerët. Se jo gjithmonë inteligjenca shërben për mirë, kam theksuar edhe përpara këtë. Po, shiko, procedoi të gjithë protestuesit, po më gjove mua. Procedoi të gjithë protestuesit, pastaj shko në zgjedhje të reja, dhe kur shkosh në zgjedhje të reja, është e sigurt që pikërisht nga burgjet do humbasësh pushtetin. Apo s'të del si ekuacion. Nese, se tani edhe pak i zënti, duke numëruar ato 100-200 protestuesit me ChatGPT-rat që të rrinë rrotull, vërdall, ndërkohë që realiteti është në shesh. Aty në shesh. Shpresoj që të shtohen këta njerëzit përpara kryeministrisë tënde ditë dhe natë, që ta kuptosh që nuk është dhe aq e kollajt të procedosh njerëz dhe të përdorësh për keq policinë e shtetit, familjarët e të cilëve janë midis atyre protestuesve. Kujdes, nuk është paralajmërim ky për ty. Thjesht aty nga zyra ku ti je shumë i zënë duke bërë podcaste me ato 300-400 adhurojnësit e tu, ashtu siç bën ai tjetri që shtyn të vetët që dalin pa flamur dhe infiltron nëpër turm, bëj kujdes. Sepse harrove që erdhen pushtet nga populli dhe harron që është po ai popull që nesër të rrëzon nga pushteti. Sa dhe ynë nuk i ka dashur kur për një kohë të gjatë qibanët e huaj. Dhe mos harron, ne jemi Europa.